ndoshta dhe gabimeve që palët kanë bërë me njëra tjetrën. Përzjodhe emrat më kritik, cilët kanë qenë kundrejt kryeministrit Berisha dhe qeverisë që i drejton. Po, unë përzjodha të gjithë emrat cilët janë përshfaqur si alternativa, faktikisht janë alternativa personalitetesh dhe alternativa idesh. Megjithatë, unë gjithsesi besoj se shanse për paqe dhe shanse për bashkëveprim ka. Kriticizmi merr vlerë kur palët e tejkalojnë inatin personal dhe e tejkalojnë konfliktin individual, konfliktin e personalitetit. Kur palët arrin të gjejnë se idetë e tyre, sado të ndryshme të jenë, por kur vendosen në të njëjtën pikë takimi, prodhojnë sinergji dhe rikthejnë dhe ripërtërin forcat dhe rikthejnë domethënë të djathtën aty në atë lloj lartësie që ka pasur në vitin 1991-1992, atëherë unë besoj se kjo është një arsye shumë pozitive për të kërkuar, le të themi, pikërisht këtë lloj prirje tek secili nga këta individ. Unë jam i prirur të ofroj veten time, jam i gatshëm. Nuk e di sa do ta marrin seriozisht apo do ta dëgjojnë fjalën time. Në fakt edhe jam pak skeptik në këtë pikë, por nuk tërhiqem nga kjo. Jam skeptik sepse e di që tendenca e tyre është që ata të shpërfillin çdo që është jashtë tyre. Megjithatë, edhe tani që nuk kanë pushtet në dorë, po ata kanë një pushtet se kanë vizibilitet shumë më të madh se sa unë si individ dhe sa partia që unë përfaqësoj. Në këtë rast nuk është rëndësia e fjalëve që unë them apo rëndësia e mesazhit, por është vizibiliteti që unë kam si individ, apo vizibiliteti që ka partia që unë përfaqësoj. Megjithatë unë e marr dhe këtë risk. Partia jonë e merr dhe këtë risk. E merr sepse ne jemi të gatshëm. Ne kemi hyrë në këtë lojë, ne kemi hyrë në këtë mekanizëm, ne kemi hyrë në këtë angazhim për të rritur ngadalë, por duke dëshmuar vlera, duke dëshmuar standard. Prandaj jemi këtu dhe me shpërfillje apo pa shpërfillje, me vlerësim apo pa vlerësim, ne do të punojmë vazhdimisht për të mbajtur hapur kanalet e komunikimit. Duam që të ndërtohet një ansambël politik i qendrës djathtë për ta ripërtërir atë. Të rifitojmë së bashku mundësitë e humbura, të rifitojmë së bashku të kalojmë konfliktet dhe mosmarrëveshjet personale, por të rifitojmë së bashku të gjitha mekanizmat për të risjellë qendrën e djathtë në lartësinë e vitit 1991-1992. Në atë të djathtë e cila përmbysi komunizmin dhe solli shpresën në Shqipëri. Nëse sot tek qendra e djathtë dhe qeverisja ka shumë kriticizëm, dhe unë jam një nga ata që e kritikoj, sepse dominon më shumë shteti informal se sa shteti i drejtës, sepse ka probleme me korrupsionin, sepse ka probleme me arbitraritetin. Megjithatë, unë jam i bindur që këto gjëra mund të sheshohen nëse ne do të kemi vullnetin për të ulur në tryezë. Po të kemi vullnetin për të ulur në tryezë, gjithçka mund të rigjendet dhe gjithçka mund të rinjtohet. Fundit ripërtëritja është t'ia rinisësh nga e para. Së fundmi doja t'ju merr edhe një opinion sa i përket deklaratave të raportuesit të Këshillit të Evropës Dick Marty. Në raportin e senatorit zviceran që ju paraqit Këshillit të Evropës thuhet se kryeministri kosovar Hashim Thaçi ka drejtuar një rrjet krimi të organizuar gjatë luftës së shqiptarëve të Kosovës për pavarësi nga Serbia në fund viteve 90. Akuza ka shkuar dhe më tej për trafik droge dhe lëndësh narkotike dhe gjithçka tjetër. Qofse ka një gjë që unë e vura re që klasa politike shqiptare ishte në konsensus plot, madje edhe institucionet shqiptare ishin konsensus plot, ishte reagimi ndaj raportit të senatorit zviceran Dick Marty. Unë nuk e njoh anglishten në gjithë gamën e saj gjërë, unë njoh vetëm pjesën e anglishtes etike dhe politike, por di që një tjetër lloj anglishte me emrin e Dickut, domethënë ka tjetër kuptim, po ky lloj Dicku ka bërë një raport i cili nuk ka pse ta vërë në vështirësi as pak politikën shqiptare dhe nuk ka pse ta rreshtojë në këtë lloj mënyre që na kujton pikërisht atë që na mungon, na kujton konsensusin dhe marrëveshjen e munguar. Klasa politike shqiptare, nëse ka diçka për të, është pikërisht njëra gjë. Nëse një individ akuzohet, cili do qoftë ky kryeministri i një vendi, presidenti i një vendi, nuk akuzohet vendi. Dhe unë besoj se ky është reagimi i tepruar, strehimi mbas nacionalizmit, duke akuzuar Dickun për anti-shqiptar, duke akuzuar Dickun për të financuar apo të paguar nga qarqet serbe apo slave, ku diun çfarë, është një nxitimi i tepruar sepse nuk ka pikë rëndësie kush e ka iniciuar. Ju referuat deklaratave që u bën nga politika, cilat ishin on blok, por gjithsesi do të edhe një koment për vetë raportin e Dick Marty. Unë mendoj që raporti i Dick Marty, dhe këtë do të thoja në fakt, është një nxitje për politikën shqiptare, për të kuptuar që akuza nuk ka lidhje me akuzuesin. Akuza ka lidhje me të akuzuarin.
Në këtë rast, nëse akuzat janë të rreme, i akuzuari duhet marrë përsipër të çlirojë Kosovën dhe institucionet e Kosovës, apo kushdo tjetër që përfshihet në gamën e raportit, të çlirojë çdo lloj institucioni apo çdo lloj përfaqësie të mundshme nga emri i tij nominal dhe të shkojë përballë dhe ta fitojë pafajësinë si individ. Unë nuk e kuptoj çdo të thotë ky lloj reagimi ku institucionet shqiptare, politika shqiptare në Shqipëri, institucionet politike të Kosovës, madje edhe vetë kryeministri i Kosovës, i cili është i akuzuar në këtë rast, përdorin institucionet, përdorin mekanizmat politike duke etiketuar akuzuesin si anti-shqiptar. Në fundit puna e një anti-shqiptari është bëj anti-shqiptarizëm, ndërsa puna e një pro-shqiptari, puna e një politikani shqiptar është provoj që është i gatshëm të vetë sakrifikohet për vendin e tij. Nëse betejë e tij ka qenë e sinqertë, nëse betejë e tij ka qenë e pastër, nëse ai është vërtet politikani që thotë se është, që ka punuar vazhdimisht për Kosovën për pavarësinë e saj, le ta çlirojë institucionin e kryeministrit të Kosovës nga kjo akuzë e rëndë, qoftë edhe e padrejtë, qoftë edhe nxitur nga qarqet anti-shqiptare, le të japi shembullin fundit që dha Ramush Haradinaj, i cili u largua nga pozicioni i kryeministrit për të vetë dorëzuar tek gjykata e Hagës. Domethënë, është një rast tjetër që ne kemi dëshmuar se çdo të thotë veprosh në një mënyrë të tillë të përgjegjshme ku ti e vë veten në dispozicion të vendit tënd të çështjeve të mëdha dhe kauzave të mëdha. Nuk është akuzuar UÇK-ja. Nuk është i akuzuar populli i Kosovës, nuk është akuzuar as populli shqiptar. Në këtë rast, nominalizimi është bërë i qartë, është i akuzuar Hashim Thaçi. Ka dhe aludime të tjera, kushdo që gjen veten aty të shkëputet nga institucionet që përfaqëson, ta çlirojë shoqërinë shqiptare, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri apo kudo tjetër, edhe të marrë përsipër të përballet me akuzat e padrejta nëse janë të tilla të Dik Martit. Dik Marti në fundit është një njerëz, është një kobure që ka qelluar. Nëse ti, domethënë, në kjo kobure, pesha e plagosjes tënde i rëndon kombit tënd, i rëndon çështjeve dhe institucioneve të kombit tënd, kam frikë se ti do të bësh një zgjidhje të madhe dhe të shpejtë. Kjo është përgjegjësia, sepse un kam frikë që gjithë kjo, le të themi, gjithë ky reagim kaq i shpejtë dhe kaq i mblloh i politikës shqiptare i trembet digëve të tjera dhe raporteve të tjera. Këto lloj raportesh anti-shqiptare apo pro-shqiptare ja të domosdoshme tashmë në një klimë kur të gjithë duhet të kemë përgjegjshmërinë. Sepse nëse e vini re, partnerët tanë ndërkombëtar janë shumë vëmendshëm lidhur me ato çfarë po ndodhi në Ballkan, me ato çfarë po ndodhi në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Malzi dhe kështu me radhë. Kështu që ne duhet jemi të përgatitur që raporte të tilla mund të vinë dhe mund të prekin emra të tjerë. Por nuk është zgjidhje duke u ngritur gjithë institucionet që të vendosin gishtin duke akuzuar palën tjetër për anti-shqiptare. Por mua nuk ka pikë rëndësie cili është motivimi i Dik Martit. Por mua ka shumë rëndësi sa përgjegjshmëri ka politikani shqiptar i akuzuar, duke e çliruar institucionin e që drejton apo duke e çliruar kombin e tij dhe vendin e tij apo le të themi ushtrinë çlirimtare të Kosovës nëpërmjet ofrimit vetvetes për të përballur vetë si individ me këto akuza. Në fundit, fajësia apo pafajësia e një individi me emër konkret as fajson, as ndëshkon, as nëm, as mallkon ushtrinë çlirimtare të Kosovës apo popullin e Kosovës. Fajësimi i një individi është faji i një individi. Po të vini re, ma lejoni edhe këtë. Sigurt, për ta mbyllur, në kohën e luftës së dytë botërore ka kompani të mëdha amerikane të cilat kanë bashkëpunuar me regjimin e Adolf Hitlerit. Njëra prej tyre ishte IBM-i. Janë gjetur dhe sot e kësaj dite kontratat bashkëpunimi, ndërkohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin të pozicionuara në blok kundër shtetit nazist, IBM-i kishte kontrata që furnizonte me kompjuter dhe shërbime kompjuterike regjimin e Hitlerit. Do të thotë që gjithmonë në kohra luftrash, domethënë ka individ që bëjnë çedime morale, ka individ cilët për kah veprimtarisë tyre patriotike mund bëjnë dhe veprimtari të tjera të cilat janë të palishme. Por kjo nuk bën fajtore as luftën as qëllimet e luftës. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka qenë një luftë me të vërtet e mrekullueshme që ka buruar nga dlirësia e popullit shqiptar dhe dëshira e popullit shqiptar për liri atje në Kosovë. Kështu që absolutisht askush nuk mund ta fajsojë dhe askush nuk mund ta arsyejë luftën e drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Faji personal i cili do individ, çfarëdo që ka bërë nëse e ka bërë, do të jetë personal. Pafajësia e tij, unë mendoj që në rast se ai do ta fitojë si individ, do t'i jap më shumë Kosovës dhe më shumë UÇK-s fitore dhe më shumë lavdi dhe më shumë lartësim. Kështu që në këtë rast le të shohim nëse fajin do ta marrë individi personalisht, edhe nëse do të ketë pak i pafajshëm nëse do t'i dhurojë Kosovës dhe institucioneve. Zoti Galdini, falenderoj për këtë bisedë, kënaqësi gjithmonë të kem në studio. Ju falenderoj unë sepse është gjithmonë kënaqësi të jem në këtë studio, e cila është një studio e lirë dhe
shumë e këndshme nga se dhe ju jeni një gazetar që krijoni hapësirë dhe mundësi për ne që jemi të ftuarit tuaj të ndihemi shumë komod në studion tuaj për të shprehur realisht atë që ndjejmë. Përpiqemi dhe kështu do vazhdojmë të mbetemi. Shumë faleminderit. Ishim me zotin Erian Galdini, kryetari i Partisë për Liri, Demokraci dhe Etikë. Përfundon këtu ora 0, do të rishihemi bashkë nesër në mesnatë. Deri atëherë mirupafshim.